Për shenjat fikse gjatë javë, vërtet që kemi një rebelim. Edhe për ujorin nuk është ndryshe dhe ai do të rebelohet vërtet. Dhe do të thyej zinxhirin e tij, do të çlirohet nga çdo lloj rrënjosi e pashëndetshme. Pra do të rrënjos çdo element negativ që ekziston në jetën e tij. Kemi një ndryshim shumë të madh. Përsa i përket familjes, shtëpisë, banesës, fisit, rrënjëve pra në përgjithësi për shenjën e ujorit, dhe këto ndryshime në përgjithësi do të jenë pozitive. Janë më të aftë në këto momente shenja ujore që të perceptojnë dhe të përdorin intuitën e tyre. Një agresivitet pak të lartë në marrëdhëniet personale, pra në marrëdhëniet çift. Mërkuri vazhdon që të jetë tek shenja e Demit dhe kjo krijon një komunikim më stabil, mund të marrim edhe një ndihmë ose perspektivë shumë të vlefshme nga familjarët ta, nga prindrit ta. E Mërkuri tutje mund të kemi edhe udhëtime të shumta. Këshilla për javën për shenjën e ujorit do të ishte është në të shkuarën, fokusimi duhet të jetë gjithmonë tek e ardhmja.